Kundërshtari ynë ka 29% rënje në sondazhe, pra është në vdekje politike. Edhe ndërkombëtarisht, Edi Rama ka vdekur politikisht. Është shkonfiguruar. U shpërbë para syve të opinionit publik ndërkombëtar se shqiptarëve po e po. Çdo gazetar që hyri në zyrën e tij doli i bindur se ky është i skaduar. Ky është i shpërftyruar. Ai ka vdekur politikisht. Të gjitha këto duhet të frymëzojnë çdo demokrat, por mbi të gjitha duhet të japin motivimin për të çuar përpara procesin më etik që kemi nisur, ripërtritjen. Miq, ka një gjë në themel. Si duhet ta kuptojmë ne ripërtritjen? Se cili nga ne? Një ripërtritje të vetvetes në radhë parë. Partia Demokratike ka një potencial të jashtëzakonshëm njerëzor. Ka personalitete me merita. Ka drejtues të sprovuar. Por ka vetëm një kusht që këta të qëndrojnë në krye të misionit tyre, ripërtritje. Dhe duhet ta pranojmë këtë. Kush do ta bëjë ripërtritjen, thonë ju? Ju do ta bëni ripërtritjen. Kjo është. Si do ta bëjmë? Do ta fillojmë nga vetja ripërtritjen. Dhe do ta shtrim në të gjitha nivelet. Natyrisht, në epicentër të ripërtritjes është antari i saj. Në epicentër të ripërtritjes Partisë Demokratike do jetë antari, roli, hapësira e tij. Pra, unë kam shumë besim të plot të secili prej jush, tek të gjithë drejtuesit lokal që nuk janë në këtë mbledhje, që do të me krenari do të mirë kuptojnë, do të angazhohen në këtë proces. Partia ka nevojë etike. Miq, Kuvendi Kombëtar në këtë frym ripërtriu Këshillin Kombëtar, kryesinë. Por këto nuk mjaftojnë. Duhet shtrirje kapilare e ripërtritjes. Duhet dimensionim i këtij koncepti. Qoftë numerik, qoftë hapësinor, qoftë funksional. Qoftë funksional. Të mos harrojmë, antarësia e Partisë Demokratike për nga numri është shumë e madhe. Janë 40-50.000 antarë. A mund të kënaqemi ne me kaq? Ndonë se janë një potencial i madh, po s'mund të kënaqemi ne me kaq. Në dy aspekte s'mund të kënaqemi ne. Së pari, me shkallën e aktivizimit të tyre. Së dyti, me ripërtritje e radhëve të tyre, me antarësimet e reja, me vlerat e reja,
Nuk pranohet më letargji në radhë tona. Jo,